Megjithatë ka diçka. Ne themi inshallah, dëgjoj, ka diçka Flavio se ti thua çunat, po e para njerë unë jam e bindur që për shkak të nivelit çmimeve që është në Shqipëri, sado dhe rroga që thotë e kanë bërë rrogun në 500.000 lekë apo rroga mesatare 600.000 lekë, me 600.000 lekë më thot dikush kush jeton në Shqipëri, që mbyll muaj. Dhe mos jem to lekë të këtyre çunave që mbahet mbi 50% e familjeve në Shqipëri, do i shoh shqiptarët që do vdesin për bukë rrugëve, sepse me çmimet të shportës nuk arrin dot mbijetosh ti. Kështu që kjo është problemi që kemi ne si shtet, se ne na shfutur kriminalizimi i ekonomisë në shtyll, pra të mbijetesa, të ajo shporta, ne nuk mbijetojmë dot, nëse tu nuk ka këtë paran. Dhe po të them, kushdo qeverit vi nesër, kushdo, do jetë e detyruar të veprojë, të ecë mbi gjëmba, se po ta them edhe një herë, nëse sot bllokohen parat e pista, flukset e pistave të euro që futen në këtë vend, dhe 2 euro të kalon nga 95 që ka vaj tani që është çmenduri, të kalon në 110 e 120, e ke sot po ta them me buton, 30% të borxhit, por jo vetëm të borxhit, se ne paguajmë interesa, që i paguajmë buxhet dhe nuk paguajmë pak, janë me miliarda ato që paguajmë në interesa për këtë borxhin, të rriten me 30%, që do 30% më pak para për të investuar për të bërë këto masakra që vjedhin pastaj më pas. Prandaj them që ne kur bëjmë, prandaj trembemi në ekonomistë, dhe me qenë ekonomist nuk është në gjë e mirë, prandaj dukemi si njerëz fatalistë që shohim çdo gjë zi. Por në një moment të ndodhi kjo gjëja, ti nuk ke stabilitet, pra sepse ti nuk ke i buxhet qëndrueshëm. Pra me pak fjalë, industria e betonit, pavarësisht se ne kemi kritika dhe unë kam kritika për çmimet, është një industri e domosdoshme për momentin. Sepse jep shumë të ardhura në buxhetin e shtetit. Pa mund të jetë në industri që ato zgjodhi shteti Arber. Kjo është çështja. Një sekond. Kjo është pyetja, të lutem Brisi. Pyetja është fakti që pas 30 vitesh jemi kthyer në socializëm. A ka qenë rrjedh logjike e ngjarjeve, rastësi, apo ka qenë vizioni paraprak i qeverisë? Tani kur thua socializëm i bën qefin partisë në pushtet, se nuk besoj që është socializëm par excellence. Komunizëm. Jo, kapitalizëm do të ishte, se komunizëm kapitalizëm është biznesi që udhëheq lokomotivën. Këtu kemi shtetin. Kapitalizëm hibrid mund ta quajmë, po unë nuk besoj që jemi në ka qenë vizion apo aksident rrugës. Unë nuk besoj që jemi në një vizion të qartë. Unë në qoftë i hyjmë ekonomisë, edhe si kanë qenë gjitha qeverit. Gjithmonë kanë qenë modele në letër ndryshe dhe aplikimet kanë qenë ndryshe. Modeli i zotit Rama është model social-demokrat, pra ka politika shumë të djathta, ka edhe disa politika të majta. Pavarësisht se është një cilat janë politikat shumë të djathta të Ramës? Po të djathta për shembull koncesionet, PPP-t janë politika tërësisht të djathta. Heqja nga pjesa për këdhelja e biznesit të madh me mos taksimin ose mos rritjen e taksës ndaj dividendit. Mendova se quaj korrupsion ai, nuk e di se quaj politikë. Jo, korrupsion se them do të thonë gjykatat. Unë do them në teorit çfarë ka ndodhur, ose pjesa që ka të bëjë me mos taksimin e dividendit. Gjithashtu është një politikë e djathtë. Dhe shiko, për të kuptuar vërtet është e majtë ose e djathtë disa politika të zotit Rama ose të qeverisë, mjafton shikosh deklaratat e zotit Braça, i cili vërtet ka një qasje prej socialisti. Prandaj them që nuk besoj që është një socializëm, unë mendoj që është një model hibrid, një